Rrugët e qytetit të Vlorës kanë 2 muaj pa ular. Problematika është e pranishme pothuajse në të gjitha lagjet, ndërsa shihet me shqetësim nga qytetarët. Pluri mbetet problematik dhe kërkon ndërhyrje. Re pluri ngrihen sa herë kalojnë automjetet, ndërsa trotuarët dhe ansoret e rrugëve janë mbuluar nga shtresa të dukshme pa pastërtish. Pastrimi efektiv kërkon larje me ujë me presion dhe përdorimin e mjeteve mekanike të specializuara, jo thjesht fshirje manuale, veçanërisht kur pluri është përzier me baltën dhe ka krijuar shtresa të forta. Jo vetëm kaq, në shumë lagje të qytetit të Vlorës, kontenierët janë të tejmbushur, plot e përplot me mbeturina, ndërsa një sasi e konsiderueshme mbetjesh është hedhur jashtë tyre, duke krijuar një panoramë as pak të hijshme për banorët e zonës. E gjithë kjo krijon jo vetëm ndotje vizuale, por edhe shqetësim për higjienën dhe shëndetin publik, ndërkohë që qytetarët e Vlorës kërkojnë marrjen e masave. Po s'varet nga ne, ajo është e kanë në dorë institucionet. Ato do të bëjnë punën e tyre, ne të bëjmë pjesën tonë. Tikim përpara, ndryshe. Në këndvështrimim pasërtia jo në aspektin lokal të Vlorës, por në gjithë teritorin shqiptar ruhet vetëm në një forum. Bashkia sponsorizon televizionet private rreth 3 muaj, bashkëpunon me policinë që gjithë qytetarët jenë të pajisur me kartat e identitetit, fotokopjet në xhep dhe praktikisht çon gjobat që në dhjenë e cigarit deri te qeskat. E në momentin këtu toleranca duhet të jetë 0. E dyta dhe në zonat e lumeve mendoj që mund të gjejnë edhe radar për të kapur personat që hedhin gjërat në lum. Kjo duhet të jetë në mënyrë absolute dhe toleranca 0. Në momentin që këto të dyja bëhen, detyrimisht e paraja sepse unë kam kartën e identitetit dhe ti më merr si polic, bashkia pa kush do qoftë, edhe kalon të korrendi, të ujë. Bashkia duhet që të pastrojë. Po sigurisht që duhet të pastrojë, se po mos pastroj bashkia ku do vesh. Por bota s'ka të mirë të qinë në aspektin e pastërtisë, ka të disiplinuar e të pa disiplinuar. Ligji e mban njeriu, nuk funksionon ndryshe. Këto parametra, nëse do bëhen, shqiptar nuk do vojnë më nga pa pastërtit. Sepse 4 element që kanë në sensin ekonomik shqiptarët, turizmin, industrinë e lehtë ushqimore, blegtorinë dhe bujqësinë, këto po çdojnë. E në moment që ato vjen në funksion të ligjit, normalisht do të ecin. Ka nevojë për pastërti, po, ka shumë nevojë. Bashkia kanë kurriz këtë gjë, vetëm bashkia duhet përkushtohet më shumë për pastërtinë e qytetit, aq më tepër që vend turistik. Dinjëren shumë rrugë apo vende transballkanike kryesisht këtë ditë ka pas shumë plurë. Pothuajse në gjithë rrugët ka plurëra, ndoshta edhe për shkak të ndërtimit, se po punohet gjithandej, janë hapur kantierët e ndërtimit, të rështrimit të rrugëve etj. Patjetër duhet të investuar në këtë mes, duhet të investuar për pastërtinë. Është pastërtia e shëndetit i qytetit. Pluri i ngritur në ajër nuk është vetëm çështje estetike apo shqetësim për bizneset dhe banesat përreth, por përbën edhe një rrezik për shëndetin publik. Mjafton kalimi i disa automjeteve që ajri të mbushet me grimca pluri, duke e bërë të vështirë frymarrjen dhe qëndrimin jashtë. Në këtë situatë, vëmendja kthehet tek ndërmarrja e pastrimit, e cila ka për detyrë mirëmbajtjen e hapësirave publike. Qytetarët kërkojnë një angazhim më të shtuar dhe një plan të mirë organizuar veprimi, veçanërisht në zonat ku po kryhen punime infrastrukturore. Një nga masat konkrete që mund të ndikojë drejt për drejt në uljen e nivelit të plurit është larja e rrugëve me ujë me presion, të paktën 2 herë në ditë, sidomos në oraret me qarkullim të lartë. Gjithashtu në shumë zona të qytetit problem mbetet çështja e menaxhimit të mbetjeve. Mbetjet e pa administruara jo vetëm që dëmtojnë imazhin e qytetit, por ndikojnë drejt për drejt edhe në cilësinë e jetesës së komunitetit. Ndërmarrja e pastrimit të qytetit të Vlorës ka për detyrë të kryejë shërbimin e saj me përgjegjësi dhe në çdo kohë, në çdo ditë të javës.